Me erat e luftës që fryn në Europë dhe frikën e një konflikti të nxitur në Ballkan nga Rusia përmes Serbisë, Kosova firmosi një marrëveshje me prodhuesin amerikan të industrisë ushtarake M General për blerjen e sistemeve moderne të artillerisë së lëvizshme Humvee Hawkeye 105 mm. Lajmin e përcolli ministri i mbrojtjes Ajub Maqedonci, i cili bëri të ditur përmes një njoftimi në Facebook se me këtë blerje ushtria e Kosovës po kalon në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për distanca të largëta. Ai e vlerësoi marrëveshjen si hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit dhe për ndërtimin e një ushtrie moderne të aftë, të gatshme dhe ndërvepruese me aleatët strategjik. Prodhuesi amerikan njoftoi nga ana e tij se Kosova pritet të marrë sistemet në fjalë brenda 2 viteve të ardhshme. Përpos Humvee Hawkeye, Forca e Sigurisë së Kosovës do të pajiset gjithashtu me ambulanca, kamion komandimi dhe kontrolli, si dhe kamion të tjerë mbështetës, të cilat mundësojnë funksionimin e një baterie të plotë artillerie. Humvee Hawkeye është i pajisur me teknologjinë soft recoil, e cila mundëson zhvendosjen e sistemit në më pak se 90 sekonda, duke rritur mbijetesën ndaj zjarrit armik krahasuar me sistemet tradicionale. Vitet e fundit Kosova e ka përshpejtuar armatosjen duke bler armë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe duke marrë nga Turqia raketa e dron.